Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju kanë dalë thinjat, lyeni flokët me këtë përbërës natyral dhe thoni lam të mirë thinjave. Patatet janë të pasura me shumë vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë fosfor, hekur, kalcium, fiber, kalium dhe vitaminat A, B dhe C. Të gjitha këto vitamina dhe minerale janë shumë të dobishme për rritjen dhe fortësinë e flokut. Lëkurat e patateve nga ana tjetër janë të shkëlqyera, jo vetëm për flok të shëndetshëm, por edhe për zhdukjen e thinjave. Kura me lëkurën e patateve kundër thinjave tingëllon pak e pazakontë, por përfitimet e saj janë tepër të mëdha. Kjo është një mënyrë krejt efikase për të larguar thinjat dhe për të ruajtur ngjyrën natyrale të flokëve pa patur nevojë për ngjyrues artificial. Përfitimet e kurës me lëkurë patateje për flokët. Patatet përdoren për heqjen e rrathave të zinj të syve, por edhe për rritjen e flokëve dhe eliminimin e thinjave. Kjo nuk është një zgjidhje e përhershme, por një maskim i përkohshëm dhe mjaft efikas. Nise shteja tek ky zhardhok shërben si një ngjyrues natyral dhe preshekuj është përdorur për ngjyrosjen e tekstileve të ndryshme. Përbërësit e kurës janë lëkurat e 6 patateve, një tenxhere me ujë, kullez. Ne ju udhëzojmë që t'i zieni lëkurat e patates në tenxhere për të paktën 20 minuta. Hiqeni tenxhere nga zjarri dhe më pas lëreni lëngun të ftohet për 15 minuta. Më pas përdorni një kullez ose një nap të pastër dhe kullojeni lëngun në një tas të pastër. Përdorimi i lëngut të lëkurave të patateve. Lajini kokën siç bëni zakonisht dhe më pas krihini flokët dhe ndajini në 4 ose 6 grupime në varësi të trashësisë dhe të gjatësisë. Hidheni lëngun e lëkurave të patateve me bollok mbi secilin grupim. Ne ju këshillojmë se lëngu duhet hedhur edhe në pjesën e skalpit të kokës dhe njëkohësisht ai duhet masazhuar. Ju mundet që t'i shpëlani flokët me ujë të vakët ose ta mbani këtë kurë në flok duke e lënë atë që të thahet natyralisht. Procesi i shpëlarjes me lëngun e lëkurave të patateve duhet përsëritur disa herë në varësi të thinjave dhe intensitetit të ngjyrës që kërkoni. Këto janë maskat natyrale që mbulojnë rrënjët e thinjurave të flokëve pa qenë nevoja për të shpenzuar para. Sa herë që ju lyeni flokët, gjëja e parë që ju shkon ndërmend, përveç se të arrini rezultatin e dëshiruar, është sigurisht që boja juaj të zjasë sa më shumë, në mënyrë që të mos duken thinjat, por ato janë aty dhe doni apo nuk doni, duhet që të bashkëjetoni me to. Larja e shpeshtë e flokëve, e fytyrës dhe mos përdorimi i locioneve që mbrojnë flokët nga nxehtësia bëjnë që rrënjët e flokëve të zbardhen më shpejt nga çfarë ju mendoni. Sigurisht që nuk mund t'i lyeni çdo javë. Maska me sherebel. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaji i zi dhe 500 ml ujë të zakonshëm. Fillimisht vëreni ujin që të ziej. Pasi të ketë marrë valën e parë, shtoni bustinat e çajit të zi dhe sherebelën. Lëreni që të ziejnë bashkë në zjarr të ulët për plot 15 minuta duke i përzier ato her pas here. Më pas, filtrojeni lëngun e përftuar dhe përdoreni atë për të larë flokët me të. Nëse e përsërisni këtë maskë të paktën 3 herë në javë, ju do të vini re që gradualisht thinjat tuaja do të zhduken dhe flokët nuk do të zbardhen më aq shpejt dhe boja do të qëndrojë më gjatë. Maskë me rozmarin. Rozmarina është pjesë përbërëse e shumë bojrave pasi stimulon rritjen e flokëve, rregullon vlerat e pH-it natyral të skalpit të kokës dhe parandalon shfaqjen e thinjave. Kësaj here ne do t'ju propozojmë
një mënyrë se si ta përdorni për të frenuar shfaqjen e thinjave dhe për të hidratuar flokët. Përbërësit janë 200 gram rozmarinë e grimcuar, 5 pika vaj ulliri dhe gjithashtu 1 litër ujë. Zjeni ujin bashkë me rozmarinën për plot 15 minuta dhe shtoni disa pika vaj ulliri në të. Pasi përzierja të ketë vluar do të vini re që gradualisht ajo do të lidhet duke formuar një masë më të trashë. Pasi të ftohet, kullojeni dhe me ndihmën e një shisheje me trajt sprucoje, hidheni mbi flok dhe masazhojeni. Përdoreni këtë mask 2 herë në ditë. Kujdes, nuk ka nevojë për shpëlarje. Mask me gjethe arre. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e arrës përdoren në industrinë kozmetike për prodhimin e bojrave. Ato përmbajnë juglone, një ngjyrues natyral i cili forcon rrënjën e flokëve dhe fsheh thinjat. Ne ju këshillojmë që ta përdorni këtë mask sa më parë pasi nuk do të keni asgjë për të humbur. Përbërësit janë 1 litër ujë dhe 20 gjethe arë. Vendoseni ujin që të zjejë dhe pasi të vini re, burzat e para të vlimit shtoni gjethet e plota. Kjo mas duhet të qëndrojë në zjarr për 2 orë derisa uji të shterojë dhe gjethet të tkurren. Më pas keni parasysh që ta filtroni lëngun dhe me anë të një furçe të lyeni rrënjët. Pasi të jetë tharë, shpëlajini flokët me ujë të vakët. Flokët e thinjur, siç dihet, jo gjithmonë kanë lidhje me moshën dhe vitet. Në qoftë se ju vini re disa fije të bardha ose gri në flokun tuaj, do të thotë se folikulat e flokëve nuk po prodhojnë më melanin. Melanina është pigmenti që u jep ngjyrë flokëve. Kjo gjë ndodh zakonisht në të 30-tat, por nuk do të thotë që një 20 vjeçare mundet të mos ketë thinja. Për shumë të rinj, lyerja e flokëve tuaj mund të jetë një zgjidhje e mirë, por jo domosdoshmërisht. Këto maska do t'ju ndihmojnë për të rikthyer ngjyrën e errët të flokëve dhe për të parandaluar shfaqjen e mëtejshme të thinjave. Zakonisht dermatologët këshillojnë që flokët e thinjur duhen trajtuar vazhdimisht, por edhe ushqimi ka një rol tepër të rëndësishëm. Për të shmangur flokët e thinjur rekomandohen ushqime të pasura me acide yndyrore esenciale omega 3, vaj ulliri, avokado, fruta të thata, si arra dhe fara, si edhe ato të pasura me vitaminën B dhe E, magnez dhe zink. Maska me piper të zi, koz dhe vaj bajamesh. Në një enë ju duhet që të shtoni 10 gram piper të zi të grirë, 1 lugë gjelle me koz dhe 1 lugë gjelle vaj bajamesh. Lyeni flokët që nga maja dhe rrënjët dhe mbajini përzierje në kokë për 30 minuta. Përdoreni këtë mask 1 deri në 2 herë në javë dhe do të vini re ndryshime që në ditët e para. Maska me kafe, koz dhe uthull molle. Siç vihet re edhe në maskën e parë, kosi është përbërësi kryesor që ndihmon në zbehjen e thinjave. Për këtë mask juve do t'ju nevojiten 50 ml kos natyral, 1 lugë kafe e pazier dhe 1 lugë uthull molle derisa të përfitoni një masë homogjene. Pasi ju t'i keni larë flokët tuaj ashtu siç bëni zakonisht, aplikojeni maskën nga rrënja deri në maja dhe mbajini për 90 minuta. Mbështilleni flokët me qese plastike ose peshqir. Lani kokën me ujë të vakët dhe në fund thajini në temperaturë ambienti. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patët videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!